Rreth 5.000 lektyra shkollore të përbëra nga 62 tituj të ndryshëm që u shpërndan në 5 shkolla të mesme të komunës së Tetovës kanë rezultuar të jenë pirateri. Për këtë pronari i shtëpisë botuese Onufri Bujar Hudri ka paditur komunën e Tetovës pasi ka lejuar që shkolla, siç thot ai, të blejnë libra të vjedhura. Ai tha se përpos që janë pirateri, librat janë edhe të një cilësie shumë të dobët, përkatësisht të gjitha librat janë bërë me printer me letër të bardhë me një cilësi mizerie, siç e shprehur ai. Por unë me këtë nis një aksion për të mbrojtur nderin e shkrimtarit tim të dashur Ismail Kadare, pronën e tij intelektuale, çështjetia e trashëgimtarëve të tij që janë 2 vajza dhe gruaja e tij dhe botuesi i tij, dhe nuk do lejoj që të nëpërkohen këto të drejta aq më tepër të servire në zonën e botimit të një cilësie kriminale, sepse ai që do të fitoj para nuk ka interes tek cilësia dhe ai nuk është ai mbrapa, jam unë. Pra në bibliotekat e shkollave është Onufri dhe është një turp, është një skandal. Unë do kërkoj një dënim të rëndë që t'i vijë mendja në vend këtyre njerëzve. Ai tha se nuk do të merret me detajet se cila shtëpi botuese i ka marrë librat, pasi për të ka rëndësi që Bilal Kasami mbështet një vjedhje. Unë nuk mund të arrij ta kuptoj kryetarin e komunës, i cili e deklaroi qytetarin deri Kadaren dhe këtej vjedh librat e Kadares. Kjo është skandaloze. Kjo është për mua e papranueshme në një botë të qytetëruar, që ti të mundesh të vjedhësh dikë dhe aq më tepër ti je shteti që e stimulon, e mbështet dhe ti e promovon. Nga ana tjetër, komuna e Tetovës ka mohuar akuzat e Onufrit duke thënë se librat i kanë blerë shkollat me mjete vetanake dhe janë blerë nga shtëpia botuese Çabej. Kryetari as nuk ka blerë libra, as nuk ka shitur. Është çështja e shtëpisë botuese Çabej, se si i ka marrë libra, se si i ka shitur, domethënë është punë e shtëpisë botuese. Në anën tjetër, me anë të ligjit për furnizim publik, deri në vlerë 5.000 euro, shkollat nuk duhet të hapin thirrje publike, por bëjmë vetëm thirrje për ofertën më të mirë. Në këtë rast, shtëpia botuese ka dhënë ofertën më të lirë dhe është përzgjedhur për blerjen e këtyre lektyrave. Kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami më 23 maj vizitoi bibliotekat e shkollave të mesme që u furnizuan me këto libra. Në profilin e tij në Facebook, ai mes tjerash ka shkruar se ky projekt nuk është thjesht një shpërndarje librash, por është një investim në dije, në rinin dhe në të ardhmen.